Cilat janë konkluzionet kryesore të këtij raporti të politikës monetare? Informacioni i ri që kemi marrë në analizë në këtë raport të radhës politikës monetare ka konfirmuar pritjet tona të mëparshme mbi icurinë e treguesve kryesor të ekonomisë dhe gjithashtu ka konfirmuar edhe trendet pozitive që janë vënë re gjatë gjithë vitit 2023. Për të qenë më konkret, ekonomia shqiptare ka shënuar një rritje të konsiderueshme, duke marrë parasysh rrethanat jo të favorshme në ambientin e huaj. Sipas të dhënave të Instatit, ritmi i rritjes ekonomike për 3 tremujorët e parë të vitit ishte në nivelin 3.2%, dhe ne presim që dhe tremujori 4 të jetë në linjë me këto trende të vëna re në periudhën e mëparshme. Rritja ekonomike ka pasur një mbështetje të fortë nga aktiviteti i turizmit, i cili ka pësuar një rritje prej rreth 50% gjatë 3 tremujorëve të parë të vitit, dhe po ashtu ka gjetur mbështetje edhe nga zgjerimi i konsumit dhe investimeve të sektorit privat. Paralelisht me këtë, në tregun e punës kemi pasur sinjale pozitive, si përsa i takon rritjes të punësimit, ashtu edhe rritjes të pagave në sektorin privat, ndërkohë që treguesit e tjerë të stabilitetit ekonomik, qoftë borxhi huaj, borxhi publik, deficiti buxhetor dhe deficiti i llogarisë korrente kanë shënuar përmirësime të konsiderueshme. Nga këndvështrimi i Bankës të Shqipërisë si institucion i mandatuar për të ruajtur stabilitetin e çmimeve, po ashtu kemi pasur trende pozitive të duhen theksuar në drejtim të rënies së inflacionit. Gjatë vitit 2023 ne kemi pasur thuajse një përgjysmim të inflacionit nga fundi i vitit 2022 në fund të vitit 2023, në linjë me pritjet dhe komunikimet të vazhdueshme publike që ne kemi pasur, dhe në bazë të projeksioneve tona ne presim që këto pritje të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Sa i takon tregjeve financiare, po ashtu sinjalet janë pozitive, pavarësisht se normat e interesit kanë ardhur në rritje, qoftë në reagim të vendimeve të politikës monetare të Bankës së Shqipërisë, po ashtu edhe si pasojë e rritjes të normave të interesit në tregjet e huaja. Këto tregjet e brendshme financiare kanë qenë relativisht të qeta, dhe ajo që është më e rëndësishme për të theksuar është që aktiviteti kreditues ka shënuar një rritje të konsiderueshme gjatë vitit, e vlerësuar rreth nivelit 10.2%, rritje e cila ka mbështetur qoftë zgjerimin e konsumit të familjeve shqiptare dhe po ashtu ka plotësuar nevojat e bizneseve për fonde për zgjerimin e investimeve apo për mbulimin e nevojave të përkohshme me likuiditet që ato kanë. Si e shikon Banka e Shqipërisë gjendjen e ekonomisë shqiptare dhe cilat janë pritjet për të ardhmen? Gjendja e ekonomisë shqiptare është e kënaqshme. Do thoja që gjatë viteve të fundit kemi pasur sfida jo të pakta, siç e kemi theksuar në vazhdimsi, qoftë tërmeti i vitit 2019, pandemia e viteve 2020-2021, dhe së fundi edhe pasojat ekonomike të luftës në Ukrainë. Megjithatë, ne kemi pasur një rritje të konsiderueshme. Vëllimi i aktivitetit ekonomik në vitin 2023 ishte rreth 15% më i lartë se vëllimi i aktivitetit ekonomik në vitin 2019, çka është një progres jo i vogël, përsëri duke mbajtur parasysh rrethanat. Ne konstatojmë që bilancet financiare të ekonomisë shqiptare, qoftë bilancet financiare të familjeve, qoftë edhe bilancet financiare të bizneseve dhe të sektorit publik janë të shëndetshme apo kanë ardhur në përmirësim, dhe këto janë shenja inkurajuese për rritjen ekonomike në të ardhmen. Vlen theksohet diçka që ka qenë një veçanti e vitit 2023, është fakti që për herë të parë në historinë e Shqipërisë të periudhës post-tranzicion, ne kemi pasur një suficit korrent të shkëmbimeve korrente me botën, që është një progres, do thoja, i qëndësishëm në drejtim të përshpejtimit të rritjes ekonomike, po edhe të diversifikimit të burimeve të rritjes ekonomike. Pra, kjo tregon që ne ekonomia shqiptare po gjen një mbështetje në rritje nga zgjerimi i eksporteve totale, dhe këtu kam parasysh kryesisht turizmin, duke plotësuar dhe burimet e brendshme të rritjes ekonomike që janë konsumi dhe investimet. Pra do thoja që gjendja e ekonomisë mbetet e shëndetshme dhe kjo ecuri pozitive është shoqëruar pastaj edhe me një rritje të punësimit, të pagave që kanë ndihmuar familjet shqiptare të përballojnë goditjen që ka ardhur nga rritja e çmimeve në vend dhe në botë.
Pse Banka e Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit? Vendimet tona të politikës monetare udhëhiqen gjithmonë nga nevoja e respektimit të objektivit ton të stabilitetit të çmimeve, i nënkuptuar si një inflacion rreth nivelit 3%, dhe po ashtu informohen edhe nga pritjet që ne kemi për të ardhmen. Ripërditësimi i parashikimeve tona sugjeron që inflacioni do të vazhdojë të vijë në rënje gjatë vitit 2024, dhe besoj që e dhëna e inflacionit për muajin janar ishte një indikator i vërtetësisë të këtyre pritjeve. Dhe po ashtu në të njëjtën kohë, Këshilli Mbikëqyrës dhe analizat tona konfirmojnë që në përgjithësi kushtet monetare mbeten të përshtatshme për t'i mundësuar ekonomisë shqiptare një rënje graduale të inflacionit drejt objektivit, pa dëmtuar rritjen ekonomike dhe ekuilibrat e tjerë monetar dhe financiar të vendit. Si vlerësoni rezultatet e deritanishme të normalizimit të politikës monetare nga Banka e Shqipërisë? Mendoj që këto rezultate kanë qenë pozitive. Së pari dua të theksoj që ritmi i normalizimit të qëndrimit të politikës monetare që ne kemi zbatuar ka qenë mjaft i kujdesshëm. Niveli normave të interesit në Shqipëri është rritur dukshëm më pak se niveli normave të interesit në partnerët tanë tregtar, përfshi dhe eurozonën. Dhe ky kujdes që ne kemi bërë ka synuar nga njëra anë padyshim të mundsoj një kthim gradual të inflacionit në objektiv, po nga ana tjetër kemi qenë po ashtu të kujdesshëm që mos dëmtojmë ose mos frenojmë më shumë se ç'duhet aktivitetin ekonomik. Paralelisht me këto ne jemi përpjekur të harmonizojmë qëndrimin e politikës monetare me treguesit e tjerë që ndikojnë në nivelin e çmimeve, dhe këtu kam parasysh forcimin e ecurinë e kursit këmbimit dhe forcimin e shpejtë që i ka pasur gjatë vitit 2023, forcimi i cili na ka ndihmuar të absorbojmë presionet e huaja inflacioniste, dhe po ashtu kam parasysh edhe konsolidimin fiskal që ka qenë i pranishëm gjatë vitit 2023, i cili ka ndihmuar në kontrollin e ekspansionit të kërkesës agregate. Ky kujdes që ne kemi shfaqur në normalizimin e qëndrimit të politikës monetare është transmetuar ka gjeneruar, ka ruajtur një ambient financiar stimulus. Niveli normave të interesit mbetet ende në pozita akomoduese për zgjerimin e konsumit dhe të investimeve, dhe kjo dëshmohet edhe nga ecuria e kreditimit për sektorin privat. Kujtoj që portofoli kredis në lek për sektorin privat shqiptar u rrit rreth nivelit 15% gjatë vitit 2023, një rritje e cila është përsëri e shpejtë dhe e ndjeshme, dhe bazuar në rezultatet e deritanishme, unë mendoj që ne kemi qenë të suksesshëm në plotësimin e objektivave tona. Pra, krijimin e kushteve të përshtatshme monetare për kthtimin e inflacionit në objektiv nga njëra anë, po edhe minimizimin e pasojave që ky normalizim mund të kishte mbi aktivitetin ekonomik në vend. Faleminderit juve.